Nëse zoti Berisha e ka mbështetur zotin Basha në momentin që është zgjedhur, Nuk e dini këtë? Sepse kishte një garë shumë të ashpër, them drejtën. Unë atëherë kam takuar edhe të ndjerin Sokololdashi, që unë e kisha mik edhe prej forumit, sepse kam qenë në forum. Unë atëherë kam mbështetur Lulzim Bashën. Nuk kisha dyshim. Dhe nuk e di nëse zoti Berisha ka ndërhyrë ngarë atëherë apo jo. Nuk e di? Nuk e di. Me mua nuk ka ndërhyrë. Tani, nga ai moment që u zgjodh kryetar, ka pasur mbështetjen e palëkundur të tij dhe të gjithë partisë. Zoti Berisha ka folur vetë për këtë dhe ka dhënë komentet e veta për këtë. Unë mendoj që, dhe duke e gjykuar kështu nga jashtë, unë mendoj që gjatë këtyre 12 viteve të gjata në opozit, dhe 8 prej cilave Partia Demokratike e ka drejtuar zoti Basha, janë bërë shumë gabime që nuk duhet ishin bërë. Dhe mendoj që kishte momente në kohë që shumë veta mund të ishin ngritur dhe të kishin thënë që ne jemi kundër. Ju ngritur ndonjëherë? Jam ngritur dhe në forumet e Partisë Demokratike, kur ne kemi dhënë mandatet. S'ke parë, nuk i shef të Ti ke votuar hoqët mandatet, si mund një e arsimuar në Amerikë dhe në Angli të lërë mandatet? Tani, nëse më lej që ta përfundoj fjalimin. Tani mos më i thësun tani, mos bëj vërtimin, të lutem. Heqja e mandateve dhe mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale të 2019-s kanë qenë gabime fatale për Partinë Demokratike, të cilat kanë rezultuar me pasoja edhe në zgjedhjet e mëpasshme. Se si tha zoti Basha më? Ja kemi thënë. Jo më çe ke thënë, unë nuk e ke. Kjo është të thuashë. Ja, pa kështu është në politikë. Kështu ja kemi thënë. Se ke bërë zonja Tabaku. E kemi bërë që të gjithë një grup njerëzish për vërtetës tani mund ta thuash ti, por e kam thënë atje publikisht në forum e partisë. Jo, ti nuk duhet të hiqe dorë nga mandatet. Unë jam tani mandati nuk është se e hoqja vetëm unë, mandati nuk e hoqën të gjithë, po unë këtu zonja Tabaku kam. Unë s'kam këtu. Dhe të rikthehemi tek pjesa e Partisë Demokratike. Dhe kjo gjëja që i ndodhi 3 viteve të fundit Partisë Demokratike, 4 vitet e fundit Partisë Demokratike, ka qenë si një shkundje. Si një shkundje dhe të them të drejtën, Sizmike, dhe të them drejtën Landi, edhe nëse dikush mund të kishte një kompleks përpara për të mos thënë diçka, për të folur brenda strukturave, nuk besoj që ka më kush kompleks për të folur lirshëm, për të thënë kundërshtit në forume partie, për të ndarë mendime ndryshe, sigurisht pa ofenduar, për të kritikuar, edhe besoj që kjo është një vlerë. Kritika më e fortë, më e madhe që ju keni bërë zotit Berisha? Unë mendoj që ne mund ta kishim trajtuar procesin komplet ndryshe. Nëse zoti Basha për shembull në atë moment që mori vendimin, që e mori si një vendim tim personal dhe nuk përfshiu për përjashtimin, nëse Partia Demokratike mund të kishte shkuar në zgjedhje në ato momente, shumë gjëra do ishin kursyer. Nuk pa u mbajtur me forcë pozicioni, shumë gjëra mund të ishin kursyer dhe sot do ishim në një pozitë komplet tjetër. Po kjo është e shkuar. Unë shpresoj që dhe një gjë tjetër. Dhe unë shpresoj që të kem mundësi që të flas pak edhe për të ardhmen. Po pra, edhe vetëm një gjë. Po. Të vjen zor për 8 janarin me atë që ndodhi në Partinë Demokratike që ishe aty? Unë nuk kam qenë 8 janar në selinë e Partisë Demokratike. Po ku ke qenë? Kam qenë në shtëpi, e kam ndjekur nga shtëpia. Ja, shiko, mbi palët. S'ka lidhje asnjë mbi palët. Sepse e thash mendimin tim kundër. Do të s'ke qenë asë mbledhje, mos më kujtoj. Nuk e qenë asë mbledhje? Jo. As me ato lopata, kazma? Jo, në mbledhje, si në mbledhje brenda. Nuk tim brenda. Unë ja kam thënë mendimin tim kundër që ajo nuk duhet kishte ndodhur, kur nuk më dëgjuan, unë nuk shkova në mbledhje. Është turpimi i madh i Partisë Demokratike? Nuk dua të futem fare në këtë diskutim. Nuk dua fare të merrem me këtë çështje. Ajo është e kaluar. Atëherë, patjetër, fokusohemi tek e ardhmja. Besoj që boll folën për të shkuarën. Okej, po këtë e vendosunë, unë e thash vetë, mos më impono, se këtu nuk kemi në Partinë Demokratike. Zonja Tabaku, ju mendoni që Partia Demokratike ka krijuar një frym, sepse ju, jeni nga ato që bëni akuza, kritika për qeverisjen dhe shumica e tyre ka rezultuar të sakta. Kjo është fakt, nuk është fakti im. Por a mjafton kjo që të thoni gjithmonë që Edi Rama i tillë? Si jeni ndryshe ju nga Partia Socialiste? Ti ke ngritur thelbin e pyetjes që së pari thon njerëzit, po së dyti që edhe e kam thënë vetë, të njëjtën retorik dhe të njëjtën diskutime kam bërë në parlament, që ne kemi treguar që ky model ka degraduar, ne kemi treguar. Ajo që ka ndodhur sot mëngjes në Bashkinë e Tiranës është jashtë çdo logjike, jashtë çdo fjalë. Po. Domethënë është shembulli më i mirë i modelit të tyre. Është shembulli më i mirë. Dhe ky është një model që ka degraduar. Ne sot duhet të tregojmë që neve e bëjmë më mirë. Jo, apo e tregoni se ju erdhi një minutë. Tani, jemi në momentin ku programi po prezantohet për të gjitha fushat, fatkeqësisht nuk ka të vëmendje që duhet të ketë një program i një partie.
Domethënë të jemi të sinqertë me njëri tjetrin. Sot oferta politike nuk fokusohet te programi, megjithëse Partia Demokratike është duke e bërë këtë dhe jemi në kontakt të drejt për drejt me qytetarët. Secili prej nesh është duke u përpjekur që të zgjedhë kontaktin der më der, kontaktin personal, sepse ndonjëherë të ndihmon edhe për të vendosur një marrëdhënie me qytetarët. Po jo, e keni krijuar frymën apo jo? Fryma është duke u krijuar dhe është duke u Duke u krijuar? Po erdhën më. Tani, kush e mendonte? 2005-ën ishte krijuar fryma që në 2004 që erdhën në pushtet. Do më lësh të përfundoj një fjali. Kush e mendonte një vit përpara që Partia Demokratike do ishte sot ku është këtu? Kush e mendonte një vit përpara që Erion Veliaj do ishte në burg dhe që gjithë makineria e tyre elektorale do ishte çmontuar? Kush e mendonte një vit përpara që kryestrategu i fushatës së Trumpit do kishte ardhur që të mbështeste Partinë Demokratike dhe të përcaktonte strategjinë e fushatës? Juve jeni e kompleksuar me këtë që erdhi si fitas tu dhe do fitoj Partinë Demokratike? Po ky nuk është kompleks. Ju jeni amerikane në formë tani. Po më dëgjoj kush është ideja kësaj? Një kompani e një niveli të tillë ja vendos fytyrën, bagazhin, po njëkohësisht edhe mbështetjen. Një situate kur ka fitore. Sa është fatura që paguani ju si vitas? Kur ta deklaroj partia, do ta kemi. Këtu jeni njësoj si Partia Socialiste. Po prit, Partia Socialiste nuk i deklaron. A i fillon punë, prezentohet, ju s'keni faturë. Po faturën do të depozitohet në KQZ. Për këto faturat, fatura do depozitohet në KQZ. Fjala faturë në gjithë karrierën tënde mund të jetë ajo që ti e ke lakuar në të gjitha rastat, emërore, gjinore, faturë. Dhe kur vjen puna, jo, dhe kur vjen puna, okej, në rregull. Kur vjen puna për Partinë Demokratike, ti thoj se di, prisë do kur. Po unë nuk thash se di. Unë thash Partia Demokratike do ta deklaroj sipas ligjit faturën duke bërë çdo gjë ashtu siç e kërkon ligji. Nuk do ketë asnjë gjë të fshehur, transparente. Tani, kardinalja si temë në Partinë Demokratike është SPAK-u. Unë e di qëndrimin tënd për SPAK-un. Ti nuk e ke cilësuar vetë personalisht, nuk e ke artikuluar organizatë terroriste dhe Altin Dumanin një krye kriminal. Vetë ju nuk e keni artikuluar. A i keni thënë një Zoti Berisha, këtu jeni gabim? Nuk e kanë pasur këtë diskutim me Zotin Berisha, kolegë të tjerë që mbulojnë këtë fushë kanë pasur dhe ne kemi diskutuar mes kolegëve këtë çështje. Kjo nuk është ndarë me fushë, kjo je politikane e nivelit lartë, ti nuk je atje në fund. Olandi, nëse më lej që ti të përfundoj unë një mendim, unë e përfundoj, nëse ti s'do unë se përfundoj. Je mësuar një çik kështu në fare. Po ti kur thua një gjë gabim unë e ndryshoj. Po s'është gabim, le ta përfundoj. Nuk më ka rastisur që ta diskutoj këtë gjë. Kolegë të tjerë kanë diskutuar, mes kolegëve ne kemi diskutuar me njëri tjetrin. Dhe qëndrimi im është i qartë, është publik, nuk është as mbi palët, është transparent. Unë në SPAK kam çuar 15 dosje vetëm për inceneratorët. I kam çuar në kohë. Shumë kolegë të tjerë kanë çuar dosje. Po më le ta përfundoj pra. Si çunë ju atë dhe pastaj thonë organizat kriminale. Pikërisht pra më le ta përfundoj. Dhe ne besojmë ke institucioni dhe ke forca institucioneve dhe prandaj e bëjmë këtë. Që ka në SPAK prokuror, të cilët janë të influencuar politikisht. Kush është? Të cilët nuk kanë ndoshta parimet më të mira të integritetit. Kush është? Ka pafund, me emra nuk përmend askënd. Atëherë mos e thuaj pastaj. Brenda Partisë Demokratike sigurisht që të përmend këtë duash. Jashtë Partisë Demokratike në drejtësi unë nuk jam dhe s'kam qenë dhe s'kam për të qenë kurrë ashtu siç ndodh me përfaqësuesit e majorancës, që është i mirë për mua dhe i keq për kundërshtarin. Jo, majorancës një të gjë them unë këtu, po ju e aderoni në një parti që zyrtarisht e keni cilësuar SPAK-un organizatë terroriste. Ti do më japësh mundësinë muaj që të flas për këtë çështje, se kjo është e rëndësishme, nuk e bëjmë dot me zhurmë. Atëherë, dhe mendoj që ka njëkohësisht edhe prokuror të guximshëm në prokurori dhe gjykatës të guximshëm në gjykat, të cilët në pjesën më të madhe të rasteve, në qoftë se lihen pa presion politik, pa sulme, pa intimidime, bëjnë punën e tyre. Rasti i Erion Veliajt është rasti që kjo tregohet. Nuk janë të gjithë njësoj. Edhe në politik nuk jemi të gjithë njësoj, se the pak më përpara që gënjejnë. Një herë të vetme më trego mua kur në politikun s'kam thënë vërtetën. Një herë të vetme më trego kur nuk kam pasur interesin tim më të mirë publik, interesin publik në më të mirën time. Nuk kam patur rastin. Nuk e kam pasur. Nuk kam patur rastin ti them Sali Berishës. Se kam pasur rastin që të diskutoj për shumë gjëra të tjera kam thënë. Po nuk është gënjeshtër. Kjo është e vërteta. Po nuk kam pasur rastin. Po s'kam pasur rastin ta diskutoj. Ka qenë zën Berisha apo ka qenë zën ti? Shiko, ndryshe nga çfarë juve mendoni dhe nga ndryshe nga çfarë ju aludoni, ne gjërat i diskutojmë shumë hapur.
I diskutojmë dhe mendimet shumë. Atëherë pse se ke pasur rastin pra? S'm ka rastisur për këtë çështje do ta diskutoj. Dhe nuk është fare gënjeshtër. Zoja Bagu, je kënaqur që është arrestuar Erion Velia? Je lumtur? Unë nuk i uroj askujt nga pikpamja personale që ti ndodhi kjo që i ndodhi Erion Velia. Se ka një gazëllim në Partinë Demokratike? Po ti ma lë që ta përfundoj një fjali se dakord këtë tjetra nuk binim dakord, po më lë këtu. Nuk i uroj askujt nga pikpamja personale. Dhe më vjen keq ndonjëherë kur arrestohet një politikan, njerëzit ngazëllehen, si thua ti. Ka edhe lumturi. Sepse ndoshta mund të jetë krijuar edhe një imazh i gabuar. Por në rastin e Erion Veliajt është politikani i cili ka abuzuar më shumë, ka abuzuar pafund dhe është politikani i cili e ka kthyer Bashkinë e Tiranës në një makineri përveç se votash, përveç se abuzimesh, përveç se korrupsioni, po edhe për përfitime personale. Kjo di gjykata, Ato që thot gjykata po themon. Po të marr një rast për shembull sepse është Partia Socialiste me dy standarde. Un kam 3 çështje gjyqësore me zotin Erion Veliaj. Më ka akuzuar për shpifje mua. Janë proces, po një sikur e fitoi. Më lë ta përfundoj. E kam akuzuar unë atë njërën për shpifje, pastaj më ka akuzuar ai mua për incineratorët. Unë e kam akuzuar për shpifje sepse kur ishte fushata e kaluar dhe kur ishte çështja e incineratorëve, ai filloi që të ashtu siç ka makinerinë e tij të baltës, të sulmoj këdo, filloi të më sulmoj mua. Se më perceptonte rrezik se unë po i nxirrja çështjet e incineratorëve. Dhe jam në gjyq me të. Ai dikush është gjyqtari që i ka dhënë të drejtë në një seancë atij? Erion Bami, që është pikërisht gjyqtari që ka tani, që i ka dhënë të drejtë prokurorisë. Jo, në çështjen time i ka dhënë Erion Veliajt. Po pra këtë. Ndërkohë që në çështjen e Spakut që ka i penalen, i ka dhënë të drejtë Spakut. Ky është doppio standardi. Ishte i mirë Erion Bami, bëri status Erion Velia atje, tha, ka një gjyqtar tha që ka dhënë një çështje drejt, tha kanë fituar me Jorita Tabaku, media. Tani Erion Bami i jep vendimin tjetër, është i keq. Gjyqi nuk ka mbaruar. Sigurisht është proces. Tani, sot ka ndodhur diçka në Bashkinë e Tiranës. E pa konceptueshme. Tash një pyetje kam, firma Erion Veliajt është jo? Po sigurisht. Po mua më duket sikur kanë çik më ndryshe. Po këtë ta shohin ato që merren me këtë punë. Që bërë specialistë e firmash. Jo, se i shoh ka, domethënë, ke incineratori Tiranës i kam lexuar letra pafund, firmat e Erion. Po mirë, tani këtë gjë nuk mund ta themi dot as më. Po e them unë është kjo, po e ngreu si dilemë. Ma shpjego edhe në aspektin teknik zonja Tabaku dhe në aspektin politik. Si funksionon kjo? Sepse tani zoti Veliaj ka dhënë një urdhër sot që zonja Sara Goxhaj në kryetare e bashkisë të jetë kryetare e bashkisë. Pra shkarkohet zonja Anuela Ristani. Shiko tani, që kur ndodhi herën e parë emërimi i zonjës Ristani, që shkon atje kryeministri. Atë bëri kryeminist. Po jo, urdhri i kryetarit bashkisë ishte, sepse nuk ka urdhër, nuk ka se si ta bëjë kryeministri. Ishte urdhri i zotit Veliaj. Ishte urdhri i zotit Veliaj që sipas ligjit duhet kishte shkuar në Këshillin Bashkiak për t'u konfirmuar. Do të thënë duke thënë që këtë emërim ose komandim e bën me një vendim Këshilli Bashkiak. Bëhet me një vendim Këshilli Bashkiak. Si vendimi që mori në Himar, Këshilli Bashkiak. Si çublodh Himara për kryetarin e bashkisë. Po çfarë ndodhi konkretisht? Sepse pushteti vendor është i zgjedhur, nuk është një pushtet i deleguar, i emëruar që ai e delegon dhe jep dorëheqjen ai dhe ja jep. Çfarë ka ndodhur një gjë që se dim ne? Tani, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, po për mua ajo që ka ndodhur sot në Bashkinë e Tiranës, to urdhrat pasues dhe ajo lufta e brendshme është shembulli konkret i asaj kënetës dhe atij llumi që flet Edi Rama. Luftë bandash. Ose hap të kënetën se pastaj Rama nxjerr bufin edhe. S'ka lidhje fare, i kanë vetë aty brenda. Llumi dhe këneta është pikërisht kjo, luftë bandash për Bashkinë e Tiranës. Ky është. Nuk ka asnjë bandash për Bashkinë e Tiranës. Po mirë, zoti Velia është në rregull, më thoni ju. Jo, unë them që nuk e di se çfarë ndodh, se çfarë po. Sepse edhe zonja Kuko që është kryetare e Këshillit. As në rregull nuk është kandidate. Po jo, është kandidate ajo s'ka. Duhet të shkonte ai, zoti Veliaj duhet të shkonte përsëri në Këshill Bashkiak, pavarësisht se është nuk është. Këshilli Bashkiak ka një sekretariat, ka mënyra se si është institucion vetë Këshilli Bashkiak. Do të thënë ju jeni duke thënë që duhet ndiqte procedurat nëpërmjet Këshillit Bashkiak. Ligji i pushtetit vendor i njeh Këshillit Bashkiak kompetencat vetat siç ai njeh kryetarit bashkisë. Këshilli Bashkiak për shembull e ka në dorë buxhetin, se ka kryetari i bashkisë. Lidhur po me Bashkinë e Tiranës, zoti Veliaj për mos gaboj deri në datën 10-11 maj është ai afati që plotësohet që nuk paraqitet në punë. Si është rregulli zonja Tabaku? Se ju keni një eksperiencë duke qenë në kryetare bashkisë. Normalisht
fakti që nuk është prezent atje në detyrë dhe në punë, normalisht duhet që të ezaurohet mandati i tij dhe Bashkia e Tiranës duhet kishte shkuar në zgjedhjet parakoshme, them drejtën. Bashkia e Tiranës në momentin që kryetari i bashkisë ka shkuar përpara drejtësisë, për një aferë kaq të rëndë ai duhet kishte dhënë ndërheqjen. Dhe kjo nuk ka ndodhur dhe nuk është Bashkia e Tiranës e para. Ka disa bashki të tjera që janë po kështu. Sot kemi 20 bashki të Tiranës që i kemë zëvendës kryetar. Nuk kemë të zgjedhur, i ketë komanduar ato të gjithë. Jo, janë disa që duke vendosur kandidaturën për deputet, ata kanë dhënë dorëheqjen 2 ose 3. Ka disa të cilët... Janë 4, më thënë. 4, po. Do më thënë një numër i vogël. Ke një pjesë tjetër të cilët janë dorëhequr dhe këto e mbrojnë... Po mirë, ato mund të bëhen bashkë dhe bëhen zgjidhjet pjesë në zonjën Tabaku. Mund të ketë një zgjidhje bëhen bashkë. Ne po flasim për një politikë për qytetarët. Dhe politika për qytetarët është që në momentin që ti ke një akuzë kaq të rëndë për pastrim parash, për korrupsion, për bashkëpunim me krimin organizuar, për ndryshim rezultati elektoral, për kush e di se sa Erion Veliaj, morali politike do të thoshte që ai duhet ta jepte dorëheqjen. Duhet ja kërkonte Partia Socialiste. Partia Socialiste duhet në momentin e parë të thoshte që jep dorëheqjen dhe Bashkia e Tiranës duhet kishte shkuar në zgjedhje. Zonja Tabaku, në 11 maj është një lloj gare që përcakton shumë gjëra. Para njëra Partia Socialiste është në ekspansion se ka 3 mandate. Në ekspansion në bilanc, thash. Në bilanc të mandateve, po patjetër. Dhe ju keni 3 mandate në opozitë. Nëse Partia Demokratike humbet dhe 11 majin, ç'do ndodh? Nuk ka asnjë arsye që Partia Demokratike ta humbas 11 majin. Partia Demokratike i provoi shumë njerëzve që shumë të pamundura. Në qoftë se do më lësh ta përfundoj fjalin, se sot ky diskutimi jon... Të lutem, mos bëj viktimën, të lutem. Ka shumë arsye që Partia Demokratike të fitojë. Partia Demokratike i provoi qytetarëve, njerëzve, që shumë gjëra, shumë tabu u thyen. Kush e mendonte që me gjithë këtë sizmën e fortë që ne thamë dhe shkundjen e fortë, do ishte në këmbë Partia Demokratike. Është në këmbë sot dhe është sot përballë elektoratit me mundësi reale për të fituar. Dhe unë e shoh tek njerëzit, e shoh tek ato që takoj, e shikoj energjinë te strukturat e Partisë Demokratike, po e kam parë energjinë mbi të gjitha tek diaspora. Diaspora ka pas një mbështetje të jashtëzakonshme. Po, më fol diçka për diasporën, se përsëri do t'i kthem se po është një temë shumë interesante dhe kam shumë për zemër. Si e parashikon diasporën? Tani është hera parë dhe është vështirë që ta parashikosh. Është hera parë që nuk e kemi testuar ndonjëherë, por unë di që një pjesë e madhe këtyre njerëzve janë larguar nga Shqipëria prej kësaj qeverisje. Edhe për opozitës. Opozita nuk ka qeverisur. Opozita sigurisht nuk ka ardhur në pushtet. Nuk ka qenë alternativë. Nuk ja ka dhënë njerëzve shpresën që të mos largohen nga vendi dhe të rinë këtu. Kjo është e vërteta. Po, ndërkohë që janë larguar prej tyre, ka pas një presion shumë të madh ndaj administratës për familjarët e tyre që jetojnë jashtë, ato e dinë se sa është varfëruar Shqipëria, ato e dinë që Shqipëria sot është edhe më e varfër dhe me pensione më të ulta, i kanë të ardhurat që ato sjellin të zhvlerësuara, sepse sjellin më pak para ke familjet e tyre, më shumë para ke familjet e tyre, e dinë se si jetojnë prindërit pensionistë, se sa e vështirë është jeta në Shqipëri, dhe unë kam shpresë që diaspora do e mbështesë Partinë Demokratike. Qofse humbet Partia Demokratike sepse... Po nuk kanë qofse humbet tani, ne jemi në fillim të një fushate... E mësuar mirë këtë. Ne jemi në fillim të një fushate elektorale, e cila... Jo, nuk keni mbajtur një premtim, zonja Tabaku. E cila po na çon në një përballje, jo për Partinë Demokratike, një përballje për demokracinë. Zonja Tabaku, dhe unë besoj që kjo është një sfidë për demokracinë. Nëse nga sondimet bëhen bashkë të gjitha ato pjesët që nuk janë të Partisë Socialiste, pra Partia Socialiste më vete, dhe ju të gjithë të tjerët, gjithë kjo pjesa tjetër është më e madhe se sa Partia Socialiste. Ju sini bërë bashkë, premtimi kryesor që ka bërë rithemelimi, sepse ju tani jeni te rithemelimi, tek Partia Demokratike patjetër. Po, se në ato momente pa e marrë këtë vullën, ju ishit mbi palët, ju do fitoni zgjedhjet, po ju premtimin tuaj që do ta bashkojmë opozitën nuk e arritët. Sot Partia Demokratike unë besoj që është e bashkuar. Kushdo që sot mendon që mund të dëmtoj, po më lët Partia Demokratike? Po si është e bashkuar? Sigurisht është e bashkuar. Tani zoti Basha ka Euroatlantike, zoti Shehaj më vete. Tani më lej që ta përfundoj diskutimin. Me sistemin aktual, edhe zoti Basha, edhe zoti Shehaj e kuptojnë që çdo vot që i hikën opozitës i shkon Partisë Socialiste.
dhe unë besoj që njerëzit do të ndërgjegjësohen deri në moment fundit, do të ndërgjegjësohen deri për zgjedhje për të kuptuar që sistemi është i tillë që i gjithë potenciali, i gjithë mlefi kundër qeverisë, i gjithë inati që kemi, të shprehet me votë me mbështetje për koalicionin e Partisë Demokratike. Dhe unë jam e qartë që njerëzit e kanë marrë vendimin e tyre. Unë do doja dhe diçka të fundit për pjesën që dje ambasadori i OSBE-s në Tiranë ka dhënë një deklaratë shumë të fortë, madje disa, nuk e di nëse jeni informuar, që e para duhet të ruhet etika politike, e dyta e quan të drejt veprimtarinë e SPAK-ut për vjedhjen ose po themi abuzimet në fushatën elektorale dhe ditën e votimit, dhe e treta dhe media të bëj punën e saj, pra partitë nuk duhet të përdorin median për aktivitetet e tyre politike. Nuk e di nëse e ke ndjekur, po e kam ndjekur pak, janë deklarata të cilat mua më duken korrekte. Sepse gjuha në fushat elektorale ka degraduar, edhe unë shpresoj që kryeministri qeveria t'i thrasin arsyes, sepse kjo retorik politike për mua, përveç se është e dalë modë, është e vjetër, po është një gjuhë balte e shëmtuar që nuk i takon askujt që mendon që do e çojë Shqipërinë BE. Se për ta çuar Shqipërinë BE, sigurisht që s'kan për ta çuar. E ka nisur Partia Demokratike, do ta përfundojë Partia Demokratike. Së dyti, për sa i përket se ti e ke në fushën tënde, për sa i përket hetimit të krimit zgjedhor, unë inkurajoj çdo strukturë ligjzbatuese, SPAK-un, Prokurorinë e Përgjithshme, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, të parandaloj, më lë ta përfundoj fjalinë dhe ti ndoshta do ta dëgjosh deri në fund, të parandaloj krimin zgjedhor, të parandaloj blerjen e votës, të parandaloj presionin politik, të parandaloj grupet kriminale për aktivitetin e tyre në funksion të partisë në fuqi, dhe sigurisht edhe një thirrje për median, për transparencë gjatë fushatës elektorale, për transmetimin me korrektësi në fushatën elektorale, dhe unë përdor rastin me qenë se jam këtu, në të gjitha aktivitetet e mia do të jenë të hapura dhe nuk do të ketë kaseta të gatshme. Çdo gazetar që ka dëshirë të vi në aktivitetet e mia e ka derën e hapur, nuk ka as kasetë të gatshme, as komandim mesazhi. Tek mua dera është e hapur dhe unë i bëj thirrje që të gjithëve, përveç atyre që do më votojnë, si Jorida Tabaku, edhe të vinë të më ndjekin aktivitetet. Një mesazh, jemi në fund, një mesazh për gjithë zgjedhësit tuaj, sepse unë ta jap të mundësi, nuk jam se më morë kështu, po më portretizon kështu si... Po 30 sekonda do m'japësh një? Po jo, këtë ta thash vetë, unë pa diskutim. Për gjithë ata që të ndjekin, se je live edhe në faqen tënde, po edhe në dritare. Po, së pari njërë faleminderit për mundësinë mbas kaq kohësh. Unë ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës që të bëjnë një zgjedhje jo për një emër në listë, po të bëjnë zgjedhje për përfaqësuesin e tyre në parlament, për deputetin e tyre, për atë që do të jetë personi që do të mbrojë interesat e tyre, që do të luftojë korrupsionin siç e kanë bërë deri më sot, që do flasë për ekonominë, që do flasë për stresin e mesme dhe që do t'i përfaqësoj ato denjësisht ashtu siç e kanë bërë deri më sot. Kështu që zgjidhja është shumë e qartë tek Partia Demokratike Jorida Tabaku.